Një tjetër moment i fortë emocional ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku Eliona ka vendosur të flasë hapur dhe pa më dyshje për raportin e saj me Klodin, duke vendosur kufi të qartë dhe duke mbrojtur veten, lojën dhe ndjenjat e saj. Në një bisedë të drejtë për drejtë, ajo ja bëri të qartë Klodit se nuk ka asnjë pëlqim për të dhe se dëshiron të shihet thjesht si një banore, jo si një ish apo si dikush me ngarkesë emocionale nga e kaluara. Eliona u shpreh qartë dhe pa ekuivoke. Ajo nuk ka ndjenja për Klodin dhe nuk dëshiron që raporti i tyre të interpretohet si diçka më shumë se sa bashkëjetesë në lojë. Më shih si një banore të thjeshtë. Ishte mesazhi i saj i prerë, një kërkesë për respekt dhe distancë emocionale në një ambient ku kufit shpesh ngatërohen. Ajo theksoi se situata që po krijohet po e dëmton jo vetëm emocionalisht, por edhe strategjikisht. Eliona pranoi se po e humbet fokusin dhe forcën e saj në lojë, një lojë që ajo e do shumë dhe për të cilën ka hyrë me ambicie dhe dëshirë për të shkuar deri në fund. Presioni, keqinterpretimet dhe përfshirja emocionale e padëshiruar po e largojnë nga vetja e saj dhe nga qëllimi kryesor brenda shtëpisë. Ky rrëfim tregoi një Elion të lodhur, por të ndërgjegjshme. Ajo nuk foli me mllef, por me vendosmëri. Fjalët e saj nuk ishin sulm, por mbrojtje. Mbrojtje e vetes, e dinjitetit dhe e rrugëtimit të saj në Big Brother Kosova. Eliona la të kuptohet se e kaluara e saj personale ka qenë e vështirë dhe se nuk dëshiron që ajo të përdoret apo të rikthehet brenda një loje që kërkon stabilitet emocional. Ky moment u perceptua nga shumë banorë si një akt guximi dhe pjekurie. Në një shtëpi ku shpesh dramatizimi dhe flirtet shihen si strategji, Eliona zgjodhi transparencën dhe vendosjen e kufive. Ajo refuzoi të luajë një rol që nuk e ndjen dhe që nuk e përfaqëson, edhe nëse kjo mund t'i kushtojë mbështetje apo simpati nga disa, edhe publiku reagoi fuqishëm ndaj këtij momenti. Shumë ndjekës e pan Elionën si një gru